E tashmë këtu në studion e Pasion e Profesion i kam bashkë këtu Ozan Bekir dhe Andi Zhaveli. Ozani pra është një mysafir nga Turqia, i cili na ka ardhur në emisionin Pasion e Profesion, me të cilin do diskutojmë pak më shumë rreth ushqimit turk, por gjithashtu edhe rreth eksperiencave të tij, sepse Ozan ka punuar pothuajse në të gjithë botën. Me Andin, gjithashtu Andin e kemi këtu të shtëpisë, jemi mësuar me ta, do bëjmë edhe me Andin muhabet për ushqimet e ndryshme. Ozan, welcome. Thank you so much. Thank you for your inviting today for us, and this is the beautiful studio. So I'm so happy. I'm so happy to hear to doing something to provide for us to cook some food. And yeah, today I think we will have it very good main course, which is we will start the first. And then after, for the next course, we will have the nice salad and the dessert, we will finalize it. Yeah, for the next week. Yeah, Pra edhe për javën e ardhshme Ozani po na tregon se do ketë sallatë dhe desert, por këtë javë ka vendosur të ketë pra një pjatë kryesore këtu në Pasion e Profesion. Ozan, do you like Kosovo? How do you like it till now? Yeah, for sure. And I'm almost 3 weeks here, so I'm staying in the Ferizaj right now. I'm working in the one of the biggest restaurant in the Ferizaj. Can I tell to? Can I mention it? Which is the Grand House restaurant in the Ferizaj, and we will have it coming soon. Also, very delicious food there. So I'm very happy to stay here, and I like the people, and the people are so cool, and I'm very happy. I thought that you're saying cold. We're not cold. Right now, cold and cool. Right now it's cold, but yeah. We're very good people. So yeah, I think that. Thank you for your warm welcoming, and I'm very happy to stay here. We are happy to have you here and to so tell much. us more about the food. What's the dish for today? What are you preparing? We have today the black Angus. Black Angus, which is from the animal to the contrafillet side, and which is the marbling is like as you see, the marbling is the more fat and the softer. You know, this beef is very delicious side for the animal. So this is the black Angus, like a black cow, and it's very like it's from the New Zealand. It's taking time to from the another cow to very difficult to grow with these animals. These animals need to be patient and need to be like the more care about them. You know, it's not easy to for this kind of beef to find everywhere. But we have a good bazaar here. We find it at the end, and today we are going to make it a black Angus beef, and we will have it yuzu puree and edamame and the blackberry and the kale leaves. So I can wait to try it. It's a very good meat. Yeah, for sure. Yes. This is the top of the beef. Yes. Yeah. Yes. So, did you have time to talk with Andi? Yeah, for sure. Please. Andi, mirë se na vjen në Pasion e Profesion, në shtëpinë tonë. Mirë se erdha dhe te janë. Si kalove sot, si shkoj gjithçka? Atë ka marrë malli? Super, po ka marrë malli, marrë me gatu këto. Sidomos sot që kena dhe Ozani këto. Një shef shumë i mirë, këmë pas rasin me folë para misionit me ta. Kena diskutu për shumë receta të ndryshme. Edhe sot kena vendosur me zgjedhjen një ndër mishat më të mirë për mi gatu bashkë. Ai kam i gatu në mënyrën e pjekjes, kurse ne kam i gatu në mënyrën e gjallë. Domethënë kam i bërë carpaccio, black angusin, cilin shpjegoj edhe është ndër mishat më soft, më të butë në botë, më të mirë të botë. Lëp trajtim ndryshe. Mëngjes po pas pi bo, edhe po vjen mirë që riktheva atë ku kom vënë. Normalisht. Edhe unë po pres mi provu të dy recetat, si gjithmonë në fund. Po Andi, kemi diçka të re këtu. Po shojmë pak ma shumë gjallëni në studio, apo jo? Ma shumë ngjyra, ma shumë mjete. Edhe mjete shumë të mira. Pra, këtë sezon na u ka bashku edhe Karaxha. Do kemi tigan shumë të bukura dhe shumë moderne nga Karaxha, cilat mundeni me i gjetë edhe në Albi Mall. Pja u tregoj pak qështu, Gjitha jenët, po gjitha jenët. Që ja vlen.
besoj që gjithë ata që janë për shtëpi tash të e shikua edhe emisionin, kanë me i pas atë mira janë, trego edhe pak ti për modelet edhe për kualitetin që e kanë Karagja. Nga thika deri te pjata, deri te fertere, deri te tenxherët, e kena rastin me marrë të nevant të Karagja, edhe kena pas mundësinë me zgjedh më të mirat, edhe kena pas mundësinë me zgjedh ato të gjitha të mira, që në rënë përfundim. Kanë qenë kështu vendimet ma të vështira në jarë që i go marrë. Zgjedh për kuzhinë se ke gjithë shka. Po gjithashtu na kemi marrë dhe shumë produkte edhe për shtëpi tona, mos harroj me cek se janë shumë mira. Mu ka pëlqy shumë kë blinderi, shumë për qefje e kemi edhe ngjyrën e zezë, kështu që Karagja do t'jetë bashkë me ne në këtë sezon të re të Pasion e Profesion. Ozan, Yes, please. how's it going? It's going good. I just put a beetroot and to boil it because I will make it a puree and with the beetroot, and we will have it yuzu sauce as well with sauce and with the edamame leaves, and we have a kale. So it's going well, and after 5 minutes I will cut the beef as well with the cube, and we will grill it later on, the last minute, because this beef is very sensitive. It's I prefer to use like a medium well. I like to eat the beef like a juicy, so it will be very tasty. You can taste it like when you cooking the beef the medium well. It's you feeling like really you are eating you are tasting the beef. And also this beef, no need to cook it like a medium well. Sorry, the well done, because if you cook the beef is like a juicy, it will be like you will feel like really you are tasting the beef. How do people like the beef more here in Kosovo? I think they like to eat well done. Okay, well, Yeah, more crispy. Okay. Which is I'm very far away from these things. And by the way, I would like to mention it like Karagja things as well. Like and I saw with a lot of quality, and Yes. we have a very nice mixers and KitchenAids, which is I'm very happy. I'm proud of I'm from Turkey, and they're from Turkey. Turkish brand is in the Yes. Kosovo, and I saw it, and I'm very happy to see this kind of things from my country to going another bazaar, and I'm very proud of the Karagja company. in Pasion e Profesion we always have the best products from Podravka, Vegeta, till now to Karagja. That's great. So That's great. That's great to see it. That's great to see it. e shikues të dashur, për shkëputemi për një blog të marketingut, përqëndrojmë ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak. Shikues të dashur, rikthyem pra pas bllokut të parë të marketingut, e tani është koha që t'ju tregoj diçka për Vegeton. Vegeta pra vjen me një paketim të ri, por është shija e njëjtë, shija me cilën jemi mësuar gjithmonë ta përdorim në ushqimet tona, edhe në shtëpi edhe gjithkund, pra pa Vegeta nuk mundemi. Është pra shija e njëjtë, është produkti i njëjtë, por vetëm ky paketimi ka ndru, është një paketim modern shumë i bukur. Andi, mos më duhet Vegeta? Gjithë më duhet ajo. Po shkoj për jap edhe Andit një Vegeta. Andi që shpo të shkon? Super. E të regove që është shija një Shija njëjtë e është. Vegetës, Unë shpe nuk e ndroj. se paketimin e nga mdu, po shija vete gjithmonë e njëjtë. Paketimi shumë i bukur. A të pëlqen ty? Hajdo Andi, qa po na bëjnë tash. Andi, a ki qenë ndonjëherë në Turqi? A e ki Po. vizitu? Unë zakonisht në Turki shkoj bëj pushimet. Edhe një ndër arsye që shkoj bëj pushimet është shumë dëshmëria për me hungur, pasi që unë më kuzhinier jam. Po. Kam qef me provu ushqime të reja, nuk jam gjykuese në ushqime, nuk jam gjykuese në shijer, po kam qef me provu llojshmëri, edhe Turkia të epat llojshmëri të ushqimeve, edhe shijet mira. Kështu që një për vendin preferuar për pushime të mia dhe më hungër mirë e krejt është Turkia. Shumë, me hungër shumë. Hungër shumë. Por edhe ushqimet e shpejta i kanë shumë të mira. Çka të pëlqen më as shumë ty nga ushqimet atje?
Po zakonisht të janispi i kanë do ushqime të rrugës. Në Turqia është edhe do ushqime të rrugës cilat i bojnë, i kanë në mënyrë natyrale i bojnë, disa tosta, disa me peshk, kanë donerën e kanë të mirë, i kanë mos të harrojnë ëmbëlsirat i kanë të mira. Që më pëlqejnë këto ëmbëlsira tradicionale. Tash që po e mendoj, kur kemi qenë në Stamboll, kemi provu shumë ëmbëlsira, po diçka që tash po m'bjen mend edhe shumë e kisha provu është baklava me akullore. Po cilë mundemi me gjetë edhe në Kosovë? Po. A na bën Andi një ditë baklavë? Po. Kisme. Ozan, I told everyone that you worked in so many places in the world. Yeah. Can you tell us more about your experience? Let's start from at the beginning where I Yeah, grow it, yeah. which study I did. School name is Bolu Mengen Culinary School. I started this school 2007 and 2011. I graduated there. Then after I If I'm not wrong, that's the best school. Yeah. Our school is like 40 years already. From 1985, they started this school until now. We are in the everywhere in the world. You know, all the success chef is like almost. I'm very proud of to say that from our school because from Ottoman time till now we are in the everywhere, all of the country. So really, I'm proud of to say that, and our school is first school in the first culinary school in the Turkey. Yeah, I can say that. Then after I work at Vietnam, Bahrain, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Dubai, Egypt, and Cyprus, and of course the Istanbul, Antalya, and Bodrum. And now in the best place in yeah, Kosovo. right now I'm in the Kosovo, and I'm very happy to join in Kosovo. Really, I would like to stay a long time in my career in Kosovo. I can say that. Yeah. But which was the best place that you can consider that Yeah, I has can- helped you in your? I can say it Vietnam because Vietnam in the Asian country, so Asian is, as everyone knows, is a very natural country. So life is beautiful. All kinds of things is available from fruits, from the beef, from the everything, whatever you need it, you can find it. And I can say the Asian country is best for me. Ozan, and who influenced you to become a chef? Actually, in my family, there is no one chef. Okay. Yeah, and my cousin father was working before in the London. He was working as an executive chef, and my cousin told me, let's go to start the culinary school. I said, okay, why not? And I don't know anything at the Do you beginning. have any other option? For sure, I would like to be army before. Okay, Yeah. okay. But my cousin is invite to me to tell me that affect me to be as a chef and as I start the culinary school. And by the way, he is not doing right now his job. okay. Yeah, and he is translator. Okay. So right now. But I'm very thankful for him as well to make me to start the culinary school. Anyway, I would like to do it this job like in my whole. If I am very healthy for future, I would like to do it forever. This job because For your very whole life. yeah. I'm very happy. I'm very happy to this life to working as a chef. You know. Do you have a place where would you like to work? I can say the Europe side. See, I start from Kosovo. Okay, so, So we are going to Europe side, you know. Andi, që po shkon gjithë shka deri tash? Super. Unë për të më shku dhe pak të Ozani mas nej. Pse? Me këshyrë pak Po do me këshyra? Hajde, okej. Po vija dhone të ju. Ozan, Water. Ozan, Yeah. are we doing good? All good. A All good. keni All shkëmby good. na ide, na i diçka Andi që mundeni me bu bashkë? Nështë të ardhmen, pse jo? Ma shumë, se na sot dina po, ma shumë unë ta kem më njoftu, me kalzu, ku kena punu, qa po punojmë, qa po bojmë. Do shta Qysh dhe- është kultura atje, qysh është, qysh janë mjetët atje, qysh janë mjetët këto.
Maybe you will share the recipes, Ozan. Yeah, with why Andi. not? Why not? Why not? Why not? I can share it. You know, I don't like to be the anytime for anyone to keep it hidden some recipes or some information, because I would like to share it all the time to what I know. As much as possible, I would like to share, because if I can teach for someone to something, I'm getting very happy. I'm really this. You have to share it with everything, like for this job, to know another people. It will be great for us, for everyone. Yes, of The life is beautiful when you are sharing. You know. Of course. E shikues dashur, përderisa unë dhe Andi jemi këtu duke i shikuar Ozanin, po juftoj që të ndjekim së bashku edhe një blok të marketingut, blokun e dytë të marketingut, dhe rikthehemi vetëm pas pak dhe i shohim recetat e Ozanit dhe të Andit. U rikthyem nga bloku i dytë i marketingut në Pasion e Profesion. Andi dhe Ozani janë duke përgatitur për pjatën, janë në procesin e fundit kështu të pjatës, e unë po du me ju tregu diçka. Po du me ju tregu për produktet më të reja nga Zovade, e cila është pra meseli në Katar. Pra kjo kompani ka teknologjinë më të lartë të përpunimit të ushqimit. Këto janë ushqime të shpejta, të cilat ju të gjithë që nuk keni kohë, keni një dinamik, mundeni me përgatit shumë shpejt, por janë edhe produkte shumë cilësore. Unë për vete i kam provu disa produkte, sepse edhe nuk është që kam shumë kohë me përgatit në shtëpi se merë kohë të madhe, po që këto produktet e Zovade Katar na kanë lehtësu shumë jetën. Apo jo, Andi? Ne kom buar janë edhe një recet me produktet e shpejta, cilat të vinë për Katarit. Kështu që joftojmë në diqë Që po besoj edhe i ki provu, se unë i kom provu kanë qenë shumë të shishme. Gjdo javë kam i provu me tregu njerëzve sa shpejt botë dhe sa mirë është. Për neve që kemi jetë dinamike. Andi, po besoj që edhe ti në përfundim kështu? Po thoj se gati. Se kështu ju thash edhe shikuesve. Po thoj se gati. Ozan? Wonderful smell. I love the smell. Yeah. So you're in the end, I think. Exactly. Okay. We are at the end. How do you rate your experience here in Kosovo from 1 to 10? I think we have to more grow from gastronomy side. Like I mean, like we can. It will take maybe 5 years or 2-3 years to finalize everything. Okay. Yeah. So let me explain. So the you will step. be here for a long time, I think. Yeah. Why not? I would like to be here. Okay. So let me explain what we did today. We have a beetroot puree downside, and we have a kale, and we have a Wagyu Black Angus, and this is the yuzu caramelized sauce. And at the end, you can see like that, and we can just show a little bit like a nusret. No, I will not provide to use it like as a nusret. Okay. So we will be as a normal. So our The plate is ready. Will be like that. I can wait to try it. Yeah. Why So, not? I think it's time, Andi. A jemi gati? Po? Po më duket që është koha edhe me i provu ushqimet. E shikues dashur, tash është momenti pra i preferuar jemi, ku unë kam i provu edhe këto ushqime kaq të mira. Pra unë po shkoj edhe te këndi i bukur i Premium Bakery, ku po ju tregoj edhe prej disa produkteve të tyre që i kanë shumë të sheshme.
Po besoj që tashmë të gjithë ju shikues të dashur të emisionit Pasion e Profesion jeni mësu me produktet e Premium Bakery, cilat po besoj dhe po shpresoj që i konsumoni edhe në shtëpitë e juaja, siç bëjmë edhe ne këtu në studio, por edhe në shtëpitë tona. Pra, kemi shumë llojshmëri të produkteve, gjithashtu edhe për gjitha ata fëmijët e dashur, kemi edhe donat, cilat janë shumë të shishme. Pra, Premium Bakery është gjithmonë me Pasion e Profesion, me këto produkte, pra me bukë shumë të mira, shumë të shishme, por edhe me kualitetin e tyre që e ka gjithmonë. Pra, unë po i pres tash edhe Andin bashkë me Ozanin, me i sjell edhe pjatat këtu dhe me i provu. Here we go. Delicious. Thank you. Welcome. Faleminderit shumë Andi. Faleminderit. Thank you Ozan. Teşekkürler. Rica ederim. Çok teşekkürler. Unë po i provoj pra edhe këto pjata të mrekullueshme, por gjithashtu po du me ju tregu përsëri për Karaxha. Kemi edhe këtë setting këtu të pjatave të enve të mrekullueshme të Karaxhës, por gjithashtu edhe me cilësi shumë të mirë. Shumë e shishme. Po ku mbetën Andi me Ozanin? Ozan, you have to come here. Ja. Andi, apo na vjen se na le vet? Andi, e mrekullueshme. Ozani na tregoj pak edhe curin e deri tek përgatitja e kësaj pjate, po du me dëgju edhe prej Andit se si ka ardhur deri tek kjo përgatitje. Ky sosi shumë i mirë. Na sot do t'tregum që kena zgjedhë një mish shumë të mirë. Ky mish ka nevojë për një trajtim të veçantë. Pasi që kolegu Ozani ka vendosur me bën mënyrë të pjekur, ne kam vendosur me jap një trajtim më ndryshe, me mi pas dy pjata ndryshe. E kam bën në mënyrë carpaccio, që është mënyra e gjallë, ku lijet e mishit pushoj vetëm me pak vaj ulliri dhe kryp. Pastaj përsipër në dekorën e pjatës edhe shihet që e kena ashtu është aquke e marinune, janë bajame feta të cilat i kemi pjek, është pak djathë grana padano, është pak rukoll me spinaq, edhe ky sosi i cili përmban senf, vezën e kuqe, edhe pak krip edhe biber. Po ashtu edhe pak truffle oil ose vaj tartufi. Faleminderit shumë Andi. Ozan, that was wonderful. Thank you so much. Thank you so much for being You're here. most welcome. You're most welcome. I'm very happy to work with Ardi and with you, and we make I think, a very enjoyable program. Yes, of course. Yeah. E shikues të dashur, kjo ishte e tëra edhe për këtë epizod të Pasion e Profesion. Mos harroni të na ndiqni edhe javën e ardhshme në të njëjtin orar, e unë dua të falenderoj përfund Podravkën si gjithmonë, e cila mundson çdo herë realizimin e emisionit Pasion e Profesion. E ne jemi së bashku edhe javën tjetër bashkë me Andin dhe me Ozanin.